Përshëndetje të nderuar shikues e jo adhurues të basketbollit. Jemi me pamje direkte nga palestra Sezai Suroj në Prizren, ku do të jemi me duelin e xhiros së fundit të stinorit të rregullt. Gjyqtari kryesor Gjekovic për të startuar këtë duel, cili mbrojtje e mirë Smith Junior, i cili e vjedha top shkon në kundërshorn për të realizuar Super Kupën e Kosovës, duke mposhtur skuadrën e Trepshës në finalen atë sezon, se mbani mend dhe eliminimi kishte ardhur, është diskutuar goxha kohët e fundit për ndoshta një zgjerim të ligës, gjithsesi edhe mëtej nuk ka diçka. Tenton për 3, nuk është i saktë, edhe një herë merr ato, në topin tek Jampa Lokaj, Wilson. Edhe njerë do gjuan, kësaj radhe është i saktë, para prakisht nuk e realizoi treshën. Gashi do të tenton për 3 pika, Artin Gashi realizon. Nigja tek Shala që edhe njerë gjuan për 3 pikë, edhe njerë. Kalojnë 4 minutat e para, Artin Gashi edhe një tjetër treshe në super form, Artin Gashi. Nuk shko pasimi. I vëmendshëm Liz Shoshi, i cili Gjel Tavares shkon deri në fund, realizon daljet edhe me personale. Terrell Beck deri në fund shkon, realizon. Hazel Smith deri në fund, arrin të qëllon. Përësisht që krijoje përsi prej 6 pikëve, vijnë pikët e Jampa Lokaj. Smith gjysmë distancë daljet, nuk është i saktë. Me gjithatë të Terrell Beck edhe njerë në vendin e duhur. Gashi në kosh, nuk arriti të realizon parën, por e merr edhe njerë vetë kërcimin. Smith deri në fund shkon Lenzo Smith, edhe njerë Isa Gashi luan 1-1 me Shalën, nuk kishte i saktë. Nigja të repik gjuan erja, Nigja realizon treshe. Tavares blokohet, top i vjedhur i Prizrenasve, rikthana top Nigja tek Terrell Beck, i cili realizon në kosh. Shala për 3, i shkurtër, mera top Lenzo Smith dhe këthen tek Terrell Beck që realizon, e ka personale kësaj radhe. Duarte i Jordan Johnson. Lenzo Smith deri në fund realizon edhe kësaj radhe. Nigja. Kur Shala e këthen dopin të Jordan Johnson që realizon për 3 pikë. Së tashmë vend të Derek Wilsonit, Paloka e gjen Polutak në kosh, sistemi bukur për të realizuar Imran Polutak. Armstead bukur tek Polutak që shkon deri në fund, sistemi bukur i Malcolm Armsteadit. Edhe njerë është i saktë, pika 4 e tij për 33-28. Terrell Beck në anën tjetër, sonte në disponim, realizon edhe një herë. Skuadër kjo e cila nuk përjeste asgjë gjatë këtij edicioni. Armstead dhe gjuan edhe ai për treshe, realizon Malcolm Armstead. Lokaj deri në fund shkon. Po vazhdon të mbaj avantazhin, do shojmë ma do të arrijnë të marrë ndonjë fitore eventuale, vijnë pikët e Smith Junior. Qallaku deri në fund shkon. Jordan Johnson. Në tem për 3 nga Shala, i cili edhe njerë është i saktë. Me përsim prej 9 pikëve, 26-37. Artin Gashi gjuan për 3, realizon Artin Gashi. Smith. Bukur tek Terrell Beck në kosh, i saktë Beck. Palokaj deri në fund, Jampa Lokaj, bukur debërtimi i tij. Smith blokohen nga Liz Shoshi, e rikuperon gjithsesi ato Terrell Beck. I saktë. Ashmo edhe mbrojtje e mire skuadrës së Proton Cable Prizrenit, Jordan Johnson
Bukur ato, Peri kthen Lenzo Smith tek Drillian Shala. Të Jordan Johnson. Vetet I shkurtër, Polutak e merr ato, për në kundërshton Jan Palokaj. Deri në fund shkon Palokaj, realizon. Për 54-24. Smith edhe një herë qëllon. Shala. Këtën deri në fund, Drillian Shala. Në disponim të mirë sonte 15 pikë të ti. Vetëm 2 herë ka huqur nga loja. Teksa Polutak realizon në kosh. Vetëm Gable Prizrenit. Jordan Johnson realizon treshe. Tashmë sekundat e fundit të pjesës së parë, Armstead tek Shoshi. Sekundat e fundit, Gjuan Liz Shoshi realizon 61 me 50 pas 20 minutave të para. 14 minuta pati loj më të mirë se Golden Eagle Lili, ku u shkëput edhe deri në plus 13. Nësa vazhdojnë në aksioni I pari ekipit po e kërkon Ylli pozitën e 4 në renditjen tabelare. Polutak lëvizje mire ti realizon në kosh, kundërsojmë nga ana kundërt nuk qëllon, është aty Drillian Shala. E kthen tek Jordan Johnson, I cili realizon e ka shkelur vijën, është dyshe. Te Terrell Beck, afër ti Liz Shoshi, mbrojtje e mire Shoshit, Palokaj. Shoshi, deri në fund, Liz Shoshi, bukur shkën. Lenzo Smith në kësh nuk qëllon, po vëdisi në duart e Derek Wilsonit, I cili në kundërsol me gjenë Drillian Shala, pasimi gabuar I ti, direkt në duart e Derek Wilsonit në kundërsol Jan Palokaj realizon. Nigja Gjuan për 3, është I saktë, Rion Nigja me ndihmën e tabelës. Gjenë Derek Wilsonit, Gjuan për 3, nuk është I saktë në duart e Arjan Qallakut, I cili me një herë shpejt asistant. Wilson, Shoshi. Liz Shoshi deri në fund realizon. Gashi Gjuan për treshe, Artin Gashi 67-2 deri në fund shkon Jan Palokaj realizon. E thash në fillim të pjesës së dytë, Alesh Pipani ja ka mbajtur goxha një farë Jordan Johnson. Rion Nigja Gjuan për 3 pikë, airball I ti, Daryl Jordan është Nigja, Terrell Beck, deri në fund, Terrell Beck realizon, edhe njerë skuadra e 86-81, Wilson tek Qallaku. Shoshi, deri në fund, Liz Shoshi. Edhe Shala ka kompletuar për ndryshe, double 15 pikë, 14 kërcime. Qallaku, Shoshi, personale, realizon Liz Shoshi edhe një herë I sakt. Armstead për 3, nuk është I sakt, shini Shoshin. Nuk qëllon e merr edhe një herë kërcimin. 13 kërcime I ka, 4 asistime. Fenomenal. Terrell Beck në anën tjetër realizon treshe. Wilson. Palokaj e gjen dëbërtimin Jan Palokaj. Gjithçka baraz 93 me 93. Derek Wilson mire par, Jan Qallaku realizon. Jan Palokaj Gjuan për 3 pikë. Çfarë treshe nga Jan Palokaj. Derek Wilson, normalisht shkojnë me sulm të zgjatur të Gjuan në sekundat e fundit. Derek Wilson me Jan Palokajn dhe Golden Eagle Lille do të arrijnë fitoren pavarësisht që qëllon. Ishim dëshmitar të një ndeshjeje fantastike. Golden Eagle Lille arrin fitoren, por ja komplikon punën për Ton Gable Prizreni në ndeshjen përshëndetëse nga Superliga.